Brezi I ankthit si po I shkatërron të rinj teknologjia. A do ta linit ju fëmijën tuaj të shkojë në Mars kur ai ngulmon të shkojë me miqtë e tij? Me siguri përgjigja e prindërve është jo, thot Jonathan Haidit në librin Brezi I ankthit, por duke I lënë në duar smartphone, ju I keni lënë ata tashmë. Psikologu rendit në libër të gjitha arsyet e shpjegimit se përdorimi I tepërt I smartphoneve ka sjell krizë të shëndetit mendor të rinjve. Botuesja e librit në shqip foli nga pozicioni një nëne për ndikimin e smartphoneve. Libri Brezi I ankthit merr në shqyrtim Brezin Z, I cili I pari që e ka kaluar pubertetin me smartphone në dorë, një port drejt një realiteti virtual emocionues, por edhe të rrezikshëm që duket se ndikon më shumë tek vajzat. Ankthi, mungesë gjumi, shpërqendrimi, varësia, vetmia dhe frika nga krahasimi social janë vetëm disa prej simptomave. Ndalimi I telefonave dhe rrjeteve sociale deri në moshën 16 vjeç këshillohet I fuqishëm.